Do thot ato që e prishin namazin janë 8. El-kalamu l-amdu ma'a dhikri wal-ilm, amma an-nasi wal-jahil, fala tabtulu salatuhu bidhalik. Do më thënë të folurit, do thot jashtë fjalëve të namazit, të folurit do thot me biseda njerëzore, kur bëhet me qëllim dhe kur njeriu është i vetëdijshëm dhe e di. Do më thënë kur nuk ka harruar dhe kur e di se të folurit është që e prish namazin. Thot amma an-nasi wal jahil fala tabtulu salatuhu bidhalik. Kurse ai që harron edhe thot ndonjë fjalë ose ai i cili nuk e di se biseda do të thënë e prish namazin, atëherë të thot namazi i tij nuk prishet. Tjetra ad-dahik, do të thënë të qeshurit, al-aklu, ngrania, ash-shurb, pirja, inkishafu al-awra, zbulimi i auretit, al-inhirafu al-kathiru an jihati al-qibla, do të thënë largimi ose devijimi i shumt nga ana e kibles, al-abathu al-kathiru al-mutawali fi as-salah, edhe lëvizjet e shumta ose do të thënë lëvizjet pa nevojshme që janë të shumta dhe të vazhdueshme në namaz, intiqadu at-tahara, gjithashtu edhe prishja e pastërtisë.